Mjeku i njohur dhe themeluesi i qendrës shëndetësore Intermedica në Sarandë, Vasil Llajo, ka vendosur që t'i bashkohet politikës. Ai kandidon në listën e hapur të Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës. Mjeku Vasil Llajo në një intervistë për Saranda Web flet edhe për motivimin që e shtyu atë drejt politikës dhe pse pikërisht tani. Po mendoj mbas një karriere kaq të gjatë mjekësore, ka ardhur momenti që të jap dhe unë kontributin tim në sferën sociale dhe shoqërore, në sferën e qytetarisë, dhe pse jo në gjithë zonën në të cilën unë e kam shkelur atë gjatë gjithë viteve të mia të punës si mjek. Dhe mendoj që është momenti sot që së bashku me qytetarët e mi të ulem dhe të kontribuoj për këtë qytet që unë këtu kam lindur, këtu jam rritur dhe këtu kam dhënë gjithë kontributet e mia mjekësore. Por cilat janë prioritetet të cilat Vasil Llajo i ka vendosur vetes për zonën e Sarandës, Konispolit, Himarës, Finiqit dhe minoritetit grek? Patjetër që prioritetet janë në programin e partisë për të cilën unë përfaqësoj, por ka dhe shumë probleme të tjera të qytetarëve të Sarandës, të cilat nuk janë në fushatë elektorale dhe unë pikërisht për këtë jam këtu që të marr ankesat e qytetarëve, të marrë problemet e qytetit, të marrë problemet e zonës dhe së bashku me faktorët e pushtetit lokal dhe me faktorët e pushtetit qendror të zgjidhin këto probleme të cilat shpeshherë kalojnë ose anashkalojnë nga fushat elektorale, sepse nuk paraqiten në programin e partive, se programet e partive shpeshherë janë kombëtare. Por unë jam këtu të shërbej qytetarëve me ato problemet e tyre që janë të përditshme të ekzistencës së qytetit apo edhe të zonës që thamë të Bashkisë së Finiqit, Konispolit dhe Delvinës. Me partinë Mega, që është pjesë e përfaqëson minoritetin, i kemi marrëdhëniet e shkëlqyera, kemi vendosur të bëjmë një bashkëpunim shumë të mirë dhe në bashkëpunim me Megën dhe me Partinë Socialiste të marrim maksimumin e votave në atë zonë, se ajo zonë ka dhe problemet e veta për të cilat unë do të jem pjesë e shtrimit të këtyre problemeve dhe pse jo edhe e zgjidhjes së problemit që ka kjo zonë. Por nuk duhet të ngelem vetëm në zonën e minoritetit. Unë jam një djalë i cili çamërinë e kam shkelur me këmbë në vitet e rinisë time, kur mbarova mjekësinë. Sapo mbarova mjekësinë, stetoskopin e parë si mjek, unë e kam vënë në markat. Dhe këto janë kujtime të cilat nuk harrohen. Unë kam qenë një mjek që në zonën e Çamërisë kam treguar sa i kam dashur ata njerëz dhe sot unë pres atë, si me thënë, kundër përgjigjen e tyre për atë dashuri që kam dhënë të më japin po të njëjtën gjë. Gjatë intervistës për Saranda Web, mjeku Vasil Llajo është ndalur edhe te problemi i pazgjedhur i shesheve të ndërtimit, një çështje që vijon të shqetësojë qytetarët.